Këtë ne e vrejmë. Nuk është më mirë llakatundi se armeni. Këtë e di njerëzit. Se llakatundi blen jo xhamisë në armen, i bie që fushat e armenit kanë pasur një vëmendje shumë të lartë. Po ka pasur sepse ne kemi tipike tipologjinë e bashkisë që do i shërbejnë fermerit, bujkut dhe turizmin malor. Jo se nuk do Vlora, po Vlora mund të ketë një zhvillim tjetër turistik, një zhvillim tjetër bregdetar. Dhe ne ndaj duhet që të qëndrojmë fort në konceptin e një bashkie rurale, ku dhe vetë qeveria dhe vetë koncepti këtyre bashkive duhet të financohen në profilin bujqësor dhe blegtoral. Ky është qëndrimi im me fakte. Ky nuk është një qëndrim politik. Ky nuk është një qëndrim për karrigën time. Kjo punë nuk bëhet për mua jam apo nuk jam. Unë po flas me fakte të cilat janë pjesë e bashkisë Serenicë. Dhe në këtë moment që unë u drejtohem juve, drejtohem si një si ju. Ju që më keni besuar, ju që më keni dhënë votën, unë jam i detyruar t'u tregoj me fakte, me prova të gjithë punën që ka bërë Bashkia e Serenicës, të gjithë punën që kemi bërë bashkë me një këshilltar, bashkë me një kryetar fshati, për të qëndruar sa më afër, sa më pranë ti popullit të mrekullueshëm me njerëz kaq të mirë, kaq fisnik dhe kaq punëtor. Unë kaq